Ndoshta një pacient që bëna shikon edhe që her pasire përballet me problemet të tilla të cilat i përmendëm gjatë bisedës, nuk e din sakt kur është koha me shku te një specialist ORL, sepse ndoshta e trajton disa virale te mjeku familjar, kur është shqetësuese dhe që duhet ORL-ja me pa një pacient. Cilat janë ato simptome? Atëherë, në qoftë se ndonjë pacient ka simptome për 3 deri në 5 ditë, të cilat fillojnë edhe përkeqësohen, nuk ka përmirësime, vetëm shkojnë tu përkeqësu, atëherë këshilla ime është caktimi i një konsulte me specialistin përkatës, këtë rast me mjekun e ORL, dhe përmarrjen e trajtimit të duhur adekuat. Varsisht për vizitës, ekzaminimit të tu fillu pej një orofaringoskopie, shoja ka rrjedhje mbrapa postnazale, apo mandej rinoskopia dhe vazhdon trajtimi siç duhet. Kjo është në qoftë për 3 deri në 5 ditë. Nuk kemi përmirësim të gjendjes së përgjithshme. Tu fillu pej rrjedhjes së hundëve ose frymëmarrjes jo të përmirësueshme, gjithmonë duke u përkeqësuar gjendja, atëherë këshilla ime është që pas kësaj kohe të lajmërohet tek pjesa adekuate ku duhet ta marrë përsipër trajtimin e mjeku i ORL-s. Një sinuzit bakterial apo viral jep temperaturë të pacientit? Viralet, kisha thonë, ndoshta në fillim po në rastet kur nuk i rrjedhje të hundëve me ngjyrë të verdhë ose ngjyrë të bollshme, qoftë në pjesën e vrimave të hundës ose në pjesën postnazale, atëherë dhe nuk zhasin më shumë dhe zgjat më tepër se një javë dhe 10 ditë, atëherë mund ta konsiderojmë si infekcion bakterial. Kur është me ngjyrë të gjelbërt, i dendon, atëherë mund ta konsiderojmë. Përndryshe, nëse është vetëm rrjedhje e pastër, serozën e themi ose si loti, ai kryesisht shumicën e rasteve, dhe jo gjendje e rëndu, po me përkeqësim, përmirësim, atëherë ne e quajmë infekcion viral dhe trajtimi është kryesisht me, do të thonë, simptomatik, pa përdorimin e antibiotikëve.